Sektori ndërtimit dhe ai minerar përshëndërrohen në arena më të rrezikshme ku humbja e jetës është bërë statistikë dhe drejtësia një iluzion. Sipas Inspektoriatit Shtetëror të Punës, vetëm në 4 muajt e parë të 2025-s, 15 persona humbën jetën në vendin e punës, shumica në ndërtim dhe miniera. Teksa kullat shtohen, puna pa kontrata, sigurime dhe mjete mbrojtëse, është realitet për qindra punëtorë që rrezikojnë jetën çdo ditë në kantier. Raste tragjike në Tiranë, Vlorë, Gramsh, Divjak dhe Rëshen tregojnë një zinxhir të gjatë të mungesës së sigurisë në punë dhe të kontrolleve. Sipas Qendrës për të drejtat në punë, ndërtimi dhe minierat në Shqipëri janë sektorët më të rrezikshëm për jetën e punëtorëve. Edhe në rastet e aksidenteve në punë, shpesh kompanitë i shpëtojnë përgjegjësisë direkte, duke shpërndar fajin përmes nën-kontraktorëve. Shteti ka miratuar një strategji për siguri në punë, por mungojnë zbatimi, inspektimet dhe ndëshkimet ndaj shkelësve. Policia evidenton 10 raste me autor të aksidenteve në punë, por pjesa më e madhe mbeten në kërkim, në gjendje të lirë, pa pasoja reale. Organizatat fajsojnë institucionet për mosbatim ligjesh dhe mungesë inspektimesh për të garantuar sigurinë e shëndetit dhe jetës së punonjësve. Puna në ndërtim dhe miniera mbetet një rrezik për jetën. Kompanitë nuk ndjejnë presionin e shtetit për të përmirësuar kushtet e sigurisë.